nuk u respektova. Vajta dhe Ika nuk u respektova. Jo, nuk besoj. Që ndonjëherë të mërkurave në transmetim në Big Brother, besoj të gjithë jemi shumë të lumtur, veçanërisht e lumtur është Grida Duma që po rrin shpi sot. I qa duhet andi nga bota? Qa thuet? S'kemi asë një lajmë. Kam përshtypjen është duke na pritur në dhomën e rrëfimit. Shkojmë aty si fillim. Okej, Selin jam me ty. Ndjes se të lash pak të Qa do ndodhi? Do iki Selin apo jo? Po ti që ke bos? Ti që shërë? Të dua, zemra ime ti, zemra ime, të dua, shpirti im, të dua, I love you. Tani nisi Big Brotheri. Më thënë, bëri 20 minuta diku pushim. Pra pushim. S'po ma ngren dhe këto topit, mo. Të më thonë qa ka ndodhur. Ka shumë reklama s'kisha parë kur një jetën tim. Që knaq për qefoni, jo knaqe, Kimo, jo knaqe. S'kisha parë një jetën time. Dhe at this point of life, them, le të iki Selin. Do më thënë nuk po ndihet mirë. Le ti kjo vlla. Edhe prindit e saj, mami i saj, tha të doja të pritej. Të vinte, do më thënë, sot i përfundonte rrugtimi. At this point, mendoj se prindit kanë të drejtë. Edhe pse mendoj që Selin nëse ikën, largohet zyrtarisht fituesja e Big Brother VIP Albania 5. Ju duket I drejt ai veprimi ju? Qa veprimi me? Ai veprimi që është bërë me atë vajzë. Qa veprimi me? Ju duket I drejt? Me halët? Kush janë halët? Me buqa! Po ju çfarë jeni? Me buqa! Edhe ju më tregon Ikme mua. të ti, thash, largohu. Kujdes me dorën. Largohu, thash. Kujdes me dorën, të Largohu. lutem. Ti keni shkatruar jetën. Hikme me gjithë jetën. Ikme edhe në shteti. Po nuk mund sa hamë të shkojnë. Kush të shkoj? Aja. E ofendoni. O dashurit I pi cigare, se me jam më qartu, pa kokle jua qartova. U mërzita, ma I kotruni. Ej, se po pres të bëj toast dhe po ha një puding, sepse janë fëmijë akoma. Ej, po më duke, do më thënë ora është 12, është brenda një ore, ne pam vetëm 10 minuta. Asgjë tjetër, ë? Nuk e di, ka kaluar thjesht një orë. Nisi. Qa po ndodh? Ora Bea, kush e fiton bigun me? Miri dhe vetëm miri, kush to fiton bigun? E sigur, thë? Po, 100%. Ajo Selin, qa ka Selin? Selin mund të jetë vendi I dytë. Jo, kismet, to shumë fëmi, me datën 18 prill. Okej.